Në qendrën ditore të fëmijëve me nevoja të veçanta në Tetov, sot qëndroi për vizitë zëvendës ministri i punëve të brendshme Agim Nuhiu, ku kësaj kategorie të fëmijëve ju dhuroi pajisje teknike, si dhe disa dhurata tjera modeste. Me këtë rast zëvendës ministri Nuhiu deklaroi se kultivimi në vazhdimsi i dimensionit human nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme do të jetë një ndër prioritetet e tjera të kabinetit të zëvendës ministrit për punë të brendshme. Në lidhje me ditën e policisë, ne jemi këtu për vizitë në qendrën ditore në Tetov për të vizituar fëmijët me nevoja të veçanta. Unë këtu do dua që të shpreh qëndrimin tim që Ministria e Punëve të Brendshme të ketë interesimin e vazhdueshëm për të implementuar dhe për të zbatuar me intensitet më të madh parimin e barazisë dhe mbrojtjes nga diskriminimi nga cila do bazë qoftë dhe në të gjitha fushat e mundshme. Me këtë rast, unë shpreh edhe një herë uratat e mia për ditën e policisë. Përgjegjësi i kësaj qendre ditore, Begjet Kamberi shfrytëzoi rastin për të falendëruar zëvendës ministrin për vizitën, si dhe për dhuratat modeste që kishte parapar të dhuronte për këta fëmijë. Sot qendrën ditore për fëmijë me nevoja të veçanta e vizitoi zëvendës ministri i punëve të brendshme dhe me këtë rast fëmijëve të qendrës ditore ju dhurua mjete pune dhe dhurata të ndryshme. Shfrytëzoj rastin që në emër të qendrës ditore dhe të fëmijëve të qendrës ditore që ju falenderoj dhe t'ju uroj suksese në punën e përditshme. Ndryshe, kjo vizitë e zëvendës ministrit realizohet në kuadër të aktiviteteve të Ministrisë për Punë të Brendshme, me rastin e ditës së policisë, nga ku zëvendës ministri Agim Nuhiu dhe kabineti i tij uruan të gjithë punonjësit e Ministrisë së Punëve të Brendshme për ditën e policisë.